Për të 30 ditë radhazi dhe mes temperaturave të larta, mijëra shqiptar u bashkuan në bulevardin Dëshmorët e Kombit edhe mbrëmjen e së hënës me kërkesa të qarta, duke kërkuar largimin e kryeministrit Edi Rama dhe një sistem të ri politik në vend. Nga sheshi Skënderbej, ku nisi grumbullimi, qytetarët thanë se do të vazhdojnë protestën e tyre deri në arritjen e qëllimit. Një i moshuar teksa valviste flamurin amerikan ju drejtua me një kërkesë ambasadorit të ri të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që pritet të vijë në Tiranë brenda pak ditësh. Du mi ba thirrje se këto ditë duket vjen ambasadori amerikan i ri. Nimoje këto rini, këtë popull të mrekullueshëm, na i hiq këto politikan që e vënë në Shqipërinë. Me thirrjet e përditshme, më pas nisi marshimi maraton përgjatë bulevardit Dëshmorët e Kombit. Gazetari i News 24, Klevin Muka, kishte një bidon plastik bosh përpara protestuesve si dëshmi se në 35 vite shqiptarët ende nuk kanë ujë të pijshëm në banesat e tyre. Pas 36 vitesh ne flasim ende për ujin e pijshëm dhe jam i sigurt që edhe për 36 vite tjera ne do të jemi në të njëjtin nivel bisede. Do të flasim ende për ujin e pijshëm nëse vazhdojmë me këtë kast politike. Dhe një përgjigje të fundit për gjithë ata që pyesin se kur do të përfundojnë protestat. Protestat do të përfundojnë kur të fitojmë ne këtu. Gjatë protestës, një banderol gjigande u shfaq në godinën e Universitetit Politeknik me mbishkrimin "Shqipëria nuk është në shitje" dhe ju erdhi fundi. Banderola u hoq nga rojet e sigurisë universitetit duke krijuar edhe disa momente kaosi atje. Pak më vonë, studentët e shfaqën sërish banderolën. Në protestën e kësaj të hëne morën pjesë edhe disa antarë të Parlamentit Evropian. Eurodeputetët theksuan një zëri se Shqipëria nuk është në shitje dhe ofruan mbështetje për qytetarët shqiptar që protestojnë. Solidaritet me popullin shqiptar që proteston. Vijoni me mobilizimin në protest. Fjala juaj do shprehet edhe në Bruksel. Do luftojmë për të njëjtat vlera si shqiptarët, për demokraci. Kjo tregon se populli shqiptar nuk e pranon mohimin e të drejtës së fjalës dhe se qeverisja duhet të dëgjojë qytetarët dhe jo njerëzit e pasur. Natyra shqiptare është shumë e bukur dhe mrekullueshme dhe është kaq bukur t'ju shoh që luftoni për natyrën, për flamingot dhe kundër oligarkëve që duan të shkatërrojnë atë natyrë. Ne jemi këtu për t'ju mbështetur në këtë betejë dhe do përcjellim zërin tuaj në Bruksel dhe do themi se Shqipëria nuk është në shitje. Nëse Shqipëria do bashkohet me Bashkimin Evropian, që ju e mendoni kaq shumë, atëherë qeveria juaj duhet të ndryshojë ligjin, duhet të heqë ligjin që ka ndryshuar për miliarderët dhe që nuk e bën për të mirën e shqiptarëve, por vetëm për xhepat e tyre dhe miqtë e tyre. Nuk ka zgjerim të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Nëse Rama e shet vendin tek të huajt dhe nuk dëgjon zërin tuaj, 90% prej jush besoni në projektin e Bashkimit Evropian dhe këtë duam ta nderojmë. Duam që Komisioni Evropian të ushtrojë presion ndaj Ramës që të heqë dorë. Gjithashtu duhet të bëjmë një apel te miqtë tanë socialdemokratë, sepse Rama është me socialdemokratët. Miqtë tanë atje duhet të zgjohen dhe t'ju mbrojnë. Ndaj mos u dorëzoni, çdo ditë është një ditë fitoreje, jo vetëm për demokracinë, por edhe për ju edhe për ne, sepse Shqipëria duhet të jetë në Bashkimin Evropian. Edi Rama duhet të dëgjoj. Edi Rama, apo na dëgjon? Ai duhet të dëgjoj. Kërkesat janë të qarta. Mos u ngatro me shqiptarët. Lufto korrupsionin dhe mbro natyrën. Na keni mësuar kaq shumë. Na keni mësuar të mbrojmë tokën e të jetuarit mirë në tokën tonë. Na keni mësuar bukurinë të mbrojturit të drejtat tona, të drejtën njerëzore, të mos konsumohemi nga politika e korruptuar. Dua t'ju falenderoj ju dhe diasporën shqiptare në Itali. Faleminderit diasporës me të gjithë Europën që po protestojnë për ju. I was only 9 years old when I saw Ceausescu fall down.
Unë jam zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian. Ndihem këtu si në shtëpi. Unë isha 9 vjeç kur pash Ceaușescu të rrëzohej dhe ju pritët 30 vite derisa Enver Hoxha u rrëzua. Por tani nuk keni pse të prisni Syrisha gjatë. Mjaft më me këtë korrupsion, mjaft më me këtë tranzicion, mjaft me këtë diktaturë. Ajo që dua t'ju them sot është se kur ata t'ju thonë se energjia do të bjerë, njerëzit nuk do të vinë. Mos u besoni, sepse fuqia e vërtet jeni ju. Kur njerëzit janë të zemëruar, politikanët janë të vdekur. Pse Evropa është këtu dhe Edi Rama nuk është këtu? Pse? Ndoshta sepse është i frikësuar, dhe nëse është kështu, ju duhet të keni kuraj të rrisni frikën e tij. Rruga mund të jetë gjatë, por ju jeni në anën e duhur të historisë. Duke treguar librin Albanian Files me projektet arkitekturore të ndërtimeve luksoze në Shqipëri, një nga protestueset pati këtë mesazh për kryeministrin Edi Rama. Armën e krimit, ne do të kalojmë këtu në shesh, se cili mund firmos duke thënë, jo, unë nuk jam dakord. Dhe këtë armën e krimit do t'ja çoj prokurorisë posaçme Spakut ta hetoj. Ndërkohë Gent Progni akuzoi kryeministrin Rama se ka ngritur grupe pune për të joshur protestuesit me para e bonuse qeraje. Na erdhi një informacion i fundit, ky kryeminist kriminal ka bërë takime dhe grupe pune për të shkuar të gjithë qytetarët që dalin protest, për të joshur me pagesa, me bonuse qeraje, me shtëpia. Mos i pranoni, mos u gënjeni, Rama jep dorëheqjen. Pas protestës, qytetarët kryen marshimin e përnatshëm në rrugët e kryeqytetit, duke paralajmëruar vijimin e protestave deri në dorëheqjen e kryeministrit Rama.